Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Zhaku rëfen të kaluarën me substancat narkotike, krijova varësi. Hyrja me re në ferm, Zhaku ka filluar të hapet me banorët duke ndarë detaje nga jeta e saj personale. Në një bisedë të sinqertë gjatë orëve të vona, ajo ka folur për një temë delikate, të kaluarën e saj dhe varësinë që ka pasur nga lëndët narkotike. Në një bisedë të sinqertë, ajo pranoi se e kishte përdorur substancat si një formë shpëtimi nga një gjendje jo e mirë emocionale. Megjithatë, theksoi se nuk bëhej fjala për droga të rënda. Unë nuk kam abuzuar me droga të rënda. Faktikisht kam pirë bar, por e bëra varësi për një periudhë kohe. Tha ajo duke shtuar se ndjente veten të futur në një llapi, prej së cilës ishte e vështirë të shkëputej. Pavarësisht kësaj periudhe të vështirë, Zhaku theksoi se tani e ka lënë pas atë fazë dhe ndihet shumë herë më mirë. Jam shumë e lumtur që e kam kaluar atë fazë të herët, pohoi ajo me bindje. Me natyrën e saj të drejtpërdrejtë dhe pa komplekse, ky rrëfim i Zhakut shton një tjetër dimension në profilin e saj brenda shtëpisë, duke treguar që ajo nuk ka frikë të përballet me të kaluarën dhe të flas hapur për sfidat personale.